Tha pak fjalë profesor Maqo, lidhur me faktin që duke u ndodhur përpara një interesimi shumë të madh dhe praktikisht nga njëra anë përpara një numri të konsiderueshëm aplikantësh me cilësi të spikatura, dhe nga ana tjetër përpara një numri të kufizuar vendesh në akademinë politike, ne eram të gjithë në një mendje për të ndërtuar edhe një program të posaçëm për të gjithë ata që nuk janë drejt për drejt fitues të programit tradicional të akademisë. Prandaj sot është një ditë e bukur për ata që e kanë fituar konkursin për akademinë politike, por është një ditë mjaft e mirë edhe për ata që megjithse nuk e kanë fituar konkursin, do të marrin në një formë të reorganizimi me një program të posaçëm të gjitha leksionet e akademisë dhe jo vetëm kaq. Dhe nëse për të parët mjafton e drejta që do të marrin për tyrë në akademi, për dytët kemi menduar që paralelisht të organizojmë edhe një proces të gjallë dhe aktiv të njohjes nga brenda të jetës politike. Sepse ne kemi nevojë për gjithë ju. Partia Socialiste ka nevojë për gjithë ju dhe vetë politika sot ka nevojë për të gjithë ju dhe ata që njësoj si ju guxojnë ta shikojnë politikën me sytë e ëndrave të tyre. Pa ndryshuar politikën, asgjë nuk mund ndryshojë dot në mjedisin e përbashkët për asnjërin për jush. Dhe ne duam t'ju ndihmojmë që përgatiteni për të ndryshuar gjërat, duke ndryshuar në radhë të parë politikën së bashku me ne. Duam t'ju ndihmojmë që të bindeni se politika nuk është kjo që shihni për ditë, gjëja pa shije që ju zhgënjen dhe ne verit pa pushim me paaftësinë dhe me batakçillëkun e saj. Por duam dhe të na ndihmoni që t'ju njohim më mirë dhe t'ju kuptojmë më thellë duke ju pasur më afër. Unë kam bindjen që bashkarisht ne mund ta bëjmë politikën atë çka është në të vërtetë. Diçka krejt tjetër nga kjo që shfaqet çdo ditë para syve tuaj. Sepse politika në vetvete është fisnike dhe është e aftë për të prodhuar transformime që s'do kishin ndodhur kurrë në historinë e njerëzimit pa fuqinë e saj. Përderisa politika, siç e kemi thënë, merret për ditë me ju dhe me secilin që kujton se i shpëton, duke mos u marrë me të, ne duam ta bëjmë politikën të merret me ju dhe të merret me Shqipërinë në mënyrën e duhur. Po për ta bërë këtë nuk mjaftojmë ne. Për ta bërë këtë duheni edhe ju. Nëse është e ditur që sa më pak ju të merreni me politikën, aq më shumë do t'i vuani në lëkurë mëkatet, gabimet, vendimet e saj të padrejta, edhe anasjellta është po aq e vërtetë. Sa më shumë ju të merreni me politikën, aq më pak ajo do të gabojë me ju. Dhe aq më shumë ju do të fitoni prej saj në komunitet, në shkollë, në jetën tuaj familjare. Për të mirën e të gjithëve, po padyshim edhe për të mirën tuaj personalisht si njerëz dhe si qytetar të këtij vendi, që të mos e harrojmë
për asnjë çast gjendet mes të Europës në shekullin e 21. Dhe të merresh me politik nuk do të thotë braktisësh ëndrat e tua apo gjërat që dëshiron të bësh në jetë. Përkundrazi, do të thotë që ëndrave t'u japësh fuqinë mbështetëse të vendimmarrjes, duke dhënë kontributin tënd si qytetar që politika të bëhet e aftë, të dëgjojë dhe të veprojë në funksion të interesave të kombit tënd, të shoqërisë tënde, të komunitetit tënd dhe të tuat pa asnjë dyshim. Për të kuptuar se si kjo mund të ndodhë, vlejnë po njësoj edhe Akademia Politike, edhe programi i posaçëm që ne kemi përgatitur për të gjithë ata nga ju që, siç e tham, nuk janë kualifikuar ndër të parët në procesin e seleksionimit. Të merresh me politikë do të thotë të bësh të mundura bashkë me tjerët, gjëra që i vetëm askush si bën dot të mundura në mjedisin ku jeton. Gjëra që dalin jashtë fuqive të një individi, gjëra që dalin jashtë fuqive të një familje, gjëra që nganjëherë dalin dhe jashtë fuqive të një komuniteti apo të një grupi shoqëror. Për ta parë nga afër se si kjo mund ndodh, ne duam që secili nga ju të qëndrojë me ne dhe të diskutojmë bashkarisht përmes Akademisë Politike dhe programit të posaçëm për këtë dhe për shumë çka që ju intereson dhe që na intereson bashkarisht. Të merresh me politikë do të thotë të dëgjohesh. Ne duam të t'ju dëgjojmë dhe duam të na dëgjoni. Të dëgjojmë njëri tjetrin dhe të bëjmë së bashku atë që do të vendosim bashkarisht. Për ta bërë këtë të mundur vlen edhe Akademia Politike, edhe programi i posaçëm që kemi përgatitur enkas për të gjithë ju. E drejta e fjalës është padyshim një drejtë jetike, një liri e panegociueshme. Por është e mangët pa të drejtën për të dëgjuar. Sepse ju e dini mirë, mund të flasësh, por kur askush nuk të dëgjon, vetëm të shprohesh. Që politika të dëgjojë nuk mjafton zëri yt, por duhet një kor sa më i madh zërash që njësoj si ti duan dëgjohen. Secili për jush ka nevojë të mësoj se si mund ndodh kjo. Edhe kur duket si e pamundur që të ndodh, dhe ne jemi këtu për ta bërë të ndodh, duke mësuar çfarë dim, por edhe duke dëgjuar çfarë kemi nevojë të dëgjojmë nga ju. Sepse jam i bindur që sigurisht ju mund të mësoni shumë nga ne, por pas më të vogël dyshim, ne jo vetëm mund të mësojmë shumë nga ju, por shumë çka duhet bëjmë për ju, nuk e bëjmë dot pa mësuar nga ju. Të merresh me politikë do të thotë të kërkosh të shërbehesh denjësisht nga shteti, nga institucionet, nga të zgjedhurit, mua ashtu siç ti mendon se e meriton. Për ta fituar këtë shërbim të denjë nesër, ju duhet luftoni bashkë me ne që sot, dhe ne duam të luftojmë bashkë me ju, pa humbur kohë. Të merresh me politikë do të thotë të luftosh bashkë me tjerët, kundër padrejtësive që prekin apo rrezikojnë të prekin popullin tënd apo grupin tënd shoqëror. Pa pritur që padrejtësia të vi deri në pragun e derës tënde dhe të prek edhe ty personalisht. Dhe unë duhet ju ftoj që ta bëjmë bashkë këtë luftë pa lejuar që padrejtësia, e cila tani më
ju ka prekur si brez, t'ju prek edhe personalisht, kur t'ju duhet përballeni me pamundësinë për të ecur përpara, apo me presionin për të kthyer mbrapsht nga rruga për shkak të padrejtësisë. Të merresh me politikë do të thotë të kërkosh dhe të marrësh atë që meriton kur të takon. Ashtu siç takon. Pa lejuar që ta marrë dikush tjetër, cilit nuk i takon. Unë sot dua t'ju them se është dita për të qëndruar bashkë, që nesër të mos ndodhë përsëri siç ndodh sot me shumë ndër ju, apo me qindra mira si ju, që nuk e marrin dot atë që u takon. Dhe për më tepër, janë detyruar të shohin se si atë që u takon e merr dikush që nuk i takon. Të merresh me politikë dhe posaçërisht në moshën tuaj, unë mendoj se do të thotë edhe të militosh për familjen tënde, për prindërit e tu, për të gjitha ato kushte që në familjen tuaj ju dhe prindërit tuaj i meritojnë, por mungojnë. Ju nuk mund të lini sot vetëm prindërit tuaj në betejën me papunësinë, me varfrinë, me çmimet e larta dhe me padrejtësinë e me korrupsionin maramundës që i pengon të bëjnë për familjen dhe për ju vetë atë që aq shumë dëshirojnë dhe që padyshim ju meritoni. Dhe nëse sot ju i shihni prindrit tuaj me syt e fëmijëve, dhe është roli i tyre që të krijojnë për ju kushtet më të mira për shkollim dhe për një kohë të lirë me sa më shumë përmbajtje, nuk është herët për të menduar se nesër do të jeni ju në vend në tyre. Padyshim, askush ndër ju s'do të ndonte të ishte në vendin e tyre kur prindrit janë detyruar të kthehen kokulur në shtëpi pasi i kanë hequr nga puna për arsye politike, kur prindrit janë detyruar të ulin zërin në shtëpi pasi i trëmben heqjes nga puna për arsye politike, apo kur prindrit janë detyruar të shikojnë me sy të shqetësuar dhe me zërin e dridhur t'ju thonë më mirë mos u ngatroni. E ndërkohë që sa më pak nga ju të ngatrohen me politikën, aq më pak ka mundësi që këto kushtet ndryshojnë, ju meritoni të gjithë respektin tonë për faktin se keni guxuar të ngatroheni. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk i dham shkurt. Nuk tham që ta mbyllim sipas njoftimit bërë se pavarësisht nga numri i aplikantëve, në kushtet dhe mundësitë tona, ne mund të merrnim vetëm një numër të kufizuar në akademinë politike. E pra, nëse nuk doni t'i lini vetëm prindrit tuaj, dhe nëse e kuptoni që ata janë sot në atë gjendje pikërisht sepse duhen më shumë në krah të tyre që gjendja e tyre ndryshojë, atëherë përfshihuni pangurim. Jo vetëm në akademinë politike apo në programin e posaçëm, për të bërë të aftë të bindni
bashkëmoshatarët tuaj të luftojnë njësoj si ju për familjet e tyre, por edhe në jetën e gjallë aktive të Partisë Socialiste. Merresh me politik nuk do të thotë bëhesh me dorë mos politikan. Dhe padyshim shumica ndër ju me siguri dëshirën për të marrë me politik nuk e kanë të lidhur me ambicien për të bërë politikan. Por do të thotë bëhesh një qytetar i dobishëm për vendin, për familjen dhe për veten tënde. Kjo është merresh me politik dhe këtë duam t'ju tregojmë, duke qëndruar pranë jush, por këtë duam edhe të mos e harrojmë asnjëherë duke mësuar nga ju. Të merresh me politik do të thotë të jesh më shumë se sa një nxënës i mirë. Të jesh më shumë se sa një njeri i aftë në profesionin tënd. Të jesh më shumë dhe se sa një njeri i mirë. Do të thotë të jesh një qytetar i mirë. Unë e bindur se pas kësaj eksperience të re me akademin apo programin e posaçëm, secili nga ju do ta kuptoj më mirë domethënien e këtyre fjalëve të thjeshta. Jo thjesht duke marrë leksione në klasa, apo duke u ballafaquar me të gjithë lektorët tanë, po duke hyrë në jetën aktive të të menduarit politik, që është diçka krejt tjetër, edhe pse leksionet padyshim vlejnë për ta njohur politikën reale më mirë. Nga ana tjetër, politika është garë, është konkurrencë e fortë dhe është edhe seleksion i pamëshirshëm. Kush thyhet nuk ka gjas ta vazhdoj garën dhe as ta bëj politikën mënyrë të jetuari me problemet që politika duhet zgjidh. E në rast se ne kemi shumë ndryshime nga bota ku duam të integrohemi, besoj që një nga ndryshimet më bërtitëse është fakti se gjetë në vendet e Bashkimit Evropian, bashkëfushatorët tuaj, pa qenë të interesuar të bëjnë karrierë politike, janë të angazhuar politikisht dhe të angazhuar shoqërisht në forma dhe mënyra nga më të larmishmet. Janë mësuar të mos lejojnë që t'ju imponohen, që t'ja ushkelin lirit dhe drejtat, cilat ata i kanë njohur qysh në kryet herës. Janë mësuar të mos tërhiqen përpara rrengjeve që politika synon her pas here t'ju bëj me vendimet gabuara apo me veprimet pa drejta. Janë mësuar të qëndrojnë bashkë, të organizuar, duke i dhënë jetës një kuptim më të madh se sa kuptimi që ajo ka kur është e mbyllur në kornizën e familjes dhe të profesionit. Kuptimin e të qenit njerëz të lirë që nuk janë të gatshëm ta negociojnë lirinë e tyre, që nuk janë të gatshëm të negociojnë të drejtat e tyre, dhe që janë gjithmonë të gatshëm të hidhen në sulm. Sa herë liritë dhe drejtat janë të kërcënuara për të gjithë, pa pritur që të kërcënohet drejt për drejt liria dhe drejtat e tyre personale. Tani më ju keni trokitur në derën e Partisë Socialiste, ajo është e hapur dhe ju jeni brenda saj. Dhe shkolla e të jetuarit politikës në fund të fundit është vetë jeta. Jeta aty ku politika është e organizuar në forma të ndryshme. Forma që ne kemi zgjedhur është një parti politike, Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe programi ynë në akademi
po dhe programi i posaçëm për cilin ju foli profesori, është konceptuar që secili prej jush ta njohë politikën nga afër edhe në frontin e vet më të vështirë, që është fronti i angazhimit në vitin e parë, krah për krah me të tjerët. Kjo nuk do të thotë që ju të merrni kartën e antarësisë Partisë Socialiste për të filluar mësimet në akademi apo për të përfituar nga programi i posaçëm. Jo. Por kjo do të thotë që ju të përfitoni deri në fund, duke parë nga brenda se si funksionon realisht politika në një bashkim të madh vullnetar. Duke kuptuar se cilat janë edhe gjërat që ju mund ndihmoni për t'i bërë më mirë. Dhe duke marrë kështu drejt për drejt nga eksperienca edhe një mësim shumë të vyrë, që në rast se gjërat duhen bërë më mirë, mos qëndroni më njanë. Në rast se gjërat duhet bërë ndryshe, mos qëndroni më njanë. Në rast se gjërat duhet bërë më shpejt, mos qëndroni më njanë. Në rast se gjërat duhen bërë në fundit ashtu siç ju mendoni se duhen bërë, jo vetëm mos qëndroni më njanë, por edhe përfshihuni për ta imponuar që gjërat bëhen siç ju i dëshironi, por këtu ka një kusht. Duhet jeni shumë. Ka pasur një slogan dikur: ku është e reja është e përparuar. Në fakt, nuk është krejt kështu. Është disi ndryshe kur flitet për politikën si një mundësi për të gjithë. Që do të thotë për politikën pa mosh, për politikën pa dallim gjinish, për politikën pa dallim ndarjesh krajinore, për politikën pa dallim në ngjyrën e lëkurës, në mënyrën e të folurit. Dhe është e thjeshtë. Nuk mjafton të mendosh që ke drejt. Për ta kthyer mendimin tënd drejt në një vendim drejt, duhet që shumica të mendojë si ty. Dhe ne jemi gati. Ne jemi gati që këtë hapësirë të madhe që është Partia Socialiste e Shqipërisë ta bëjmë gjithmonë më shumë një hapësirë ku jo vetëm gjithkush ka drejtën të flasë, po dhe gjithkush ka drejtën të dëgjohet. Dhe sigurisht ku sa më i madh tjetë kori i zërëve atyre që kërkojnë një ndryshim në një drejtim të caktuar, aq më e garantuar tjetë vendimmarrja mbi bazën e fuqisë këtij zëri. Nuk ka dyshim që sot ne nuk kemi shumë vështirësi për t'u shpjeguar njerëzve pse gjërat po shkojnë keq e më keq. Por, nga ana tjetër, nuk ka asnjë dyshim që kjo nuk mjafton për t'i bërë gjërat që të shkojnë mirë e më mirë. Secilit prej jush dhe çdo njërit që njësoj si ju i vuan për ditë pasojat e këtij degradimi të gjërave, i duhet sot më shumë se kur një politikë e re. Në mënyrë që asnjëri mos mbetet mbrapa, siç në fakt po mbetet sot e gjithë gjenerata e re e Shqipërisë. Siç në fakt po mbeten sot të reja dhe të rinë e Shqipërisë që shpëtimin e vetëm e kërkojnë edhe pas 21 vjetësh në kushte lirie, matan kufive të vendit. Që çdo njëri nga ju të fitojë nesër atë që i takon fal dhuntive dhe meritave të tij, duhet një Shqipëri tjetër. Po është e mundur një Shqipëri tjetër nga kjo që kemi. Unë jam i bindur që jo vetëm është e mundur,
po nëse askush ndër ju dhe ndër gjithë ata që e duan një Shqipëri tjetër, ndryshe, njësoj si ju, nuk të riqet sot, kjo Shqipëri është plotësisht e mundur nesër. Kjo Shqipëri nuk është diku larg, e pa kapshme, e pa arritshme, e pa mundur. Kjo Shqipëri është në duart tuaja, po nëse duart tuaja qëndrojnë kryq, këtë Shqipëri ju nuk do ta shihni dot. Mjafton që ju të shtrini duart ndaj njëri tjetrit dhe të gjithë bashku me të gjithë tjerët të kërkoni ta mbrini këtë Shqipëri dhe unë ju siguroj se është bërë gjysma e punës. Gjysmën tjetër të punës do ta bëjmë gjithë bashku duke fituar me votë të drejtën nga populli shqiptar që kjo punë të kryet. Nuk është e mundur më. Sigurisht mund të vazhdoj në rast se njerëzit nuk bëhen shumë, nuk bëhen bashk dhe nuk janë të vendosur. Kjo është Shqipëri ku kush fiton më pak, paguan më shumë. Dhe kush fiton më shumë, paguan më pak. E në të parët hynë shumica dërmuese e prindërve të tuaj. Nuk është e mundur më, por mund të vazhdoj. Nëse shumica që pson çdo ditë nuk reagon, një Shqipëri me 1 milion pa punë, ndër të cilët pjesa dërmuese janë të rinj, e zhytur në krim dhe në korrupsion, e gjynjëzuar nga dhuna e ignorancës, të cilën në formën e vetë më të shëmtuar ju e keni çdo ditë para syve kur ka përceni pragun e universitetit apo të shkollës. E trembur nga pasiguria të nesërmes, cilën ju mund ta lexoni lehtë në sytë e prindërve tuaj, që mbase nuk i ndajnë me ju të gjitha shqetësimet e pamundësitë, mbase edhe ju vjen zor përpara jush t'ju thonë të vërtetën e madhe se e kanë të pamundur, për ditë e më të pamundur, ta mbrin fundin e muajit e ndërkohë t'i përgjigjen kërkesave tuaja legjitime. Ta mbrin fundin e muajit e ndërkohë në tryezën e familjes suaj të mos ndihet asnjë mungesë. Ta mbrin fundin e muajit e ndërkohë mos harrojnë ditëlindjen tuaj. Mos harrojnë ditëlindjen e vëllezërve dhe të motrave tuaja. Kjo është një Shqipëri pa konkurrencë. Kjo është një Shqipëri ku nuk ka asnjë vlerësim për meritën dhe më e keqja, kjo është një Shqipëri që nuk ka vrarë punën. Po më shumë se kaq, ka vrarë vlerën morale dhe sociale të punës, ka vrarë besimin tek puna dhe shpresën se përmes punës mund bëhesh dikushi, pa pasur nevojë të jesh djali apo vajza e dikushit, dhe pa pasur nevojë as që të gjesh rrugën drejt dikushit për të paguar para në dorë dhe për të marrë ato që të takon. Një Shqipëri tjetër që të bazohet në konkurrencën e lirë dhe të drejtë për të gjithë dhe të respektojë meritën e gjithë secilit është e mundur dhe është në duart tuaja. Nuk është e mundur më që çdo vend pune në këtë Shqipëri të jetë i lidhur përmes lidhjeve të gjakut, përmes lidhjeve nepotike, përmes lidhjeve tribale, përmes lidhjeve të paras, përmes lidhjeve të shërbimit të verbër ndaj partive të qeverisë. Ndërkohë që nga ana tjetër nuk është e mundur që
Askush nuk del dot i lirë në hapësirën e sipërmarrjes lirë pa menduar mirë më parë se çdo bëj me postbloqet e klientelizmit dhe të klientelave të pushtetit në çdo hap të rrugës vet, me muret e monopoleve që lartësohen për ditë dhe që janë shkaku kryesor i çmimeve që rriten për ditë, e po ashtu edhe i konkurrencës që mbytet për ditë. Kjo pamje mund ndryshoj, po këtë pamje vetëm politika mund të ndryshoj. Dhe ju mund të ndryshoni politikën dhe ta bëni të aftë që ta ndryshoj këtë pamje duke ndryshuar rreth parë vetveten. Dua t'ju përsëris diçka që ju a thash edhe kur u takuam herën e parë, por që besoj që në mjedisin ton vlen përsëritet pa pushim. Ja i bindur që dhe ndër ju që me këmbgulje bët edhe intervistat për akademinë politike, jeni dhe këtu sot, ka jo pak nga ata që mendojnë me vete se këtu të gjithë janë njësoj. Se këtu gjërat kanë shkuar në mënyrë të tillë ku s'ka më dallim. Si ata që janë pushtet, si ata që janë në opozitë, si ata që vjedhin vota për të grabitur vendin dhe vrasin qytetar për qëndruar aty ku janë, edhe të tjerët që përpiqen të flasin, të kundërshtojnë, të denoncojnë, të propozojnë një rrugë tjetër, të gjithë njësoj. Gjithë njësoj dhe asgjë nuk ndryshon. Kjo është ajo që kërkon t'ju fusin kokë të gjithë shqiptarëve të palumtur dhe të pakënaqur politika kështu siç është sot. T'ja u fusin kokë për t'i shkurajuar dhe për t'i paralizuar. Për t'i bërë që mes qoshes tyre apo ankesave në vetminë e tyre dhe daljes përballë të zgjedhin të parën, jo të dytën. Për të bërë që gjërat mos ndryshojnë dhe politika të mbetet monopol për shkak të interesave të atyre që përmes politikës e kanë kthyer qeverinë e Republikës së Shqipërisë, e kanë kthyer shtetin e të gjithë shqiptarëve, i kanë kthyer të gjitha zyrat e këtij shteti në funksion të interesave të veta. Do kemi kohë të flasim gjatë procesit të akademisë politike dhe të programit posaçëm, sepse të gjithë nuk janë njësoj. Por pa asnjë dyshim, vizionet nuk janë njësoj. Idetë nuk janë njësoj. As rrugët nuk janë njësoj dhe mbi të gjitha, çka është më e rëndësishmja, ju nuk jeni njësoj. Prandaj nëse e keni vështirë që të besoni tek tjerët, besoni tek vetja. Dhe besoni tek njëri tjetri. Dhe besoni edhe se njerëzit juve pa asnjë dyshim nuk e kanë vështirë t'ju besojnë. Në rast se politikën ju do ta vini në shërbimin tuaj për të bërë për vete sa më shumë njerëz në mënyrë që vizioni ju i përbashkët, idetë që ndajmë njëri tjetrin dhe rruga ku duam të ecim bashkë të triumfojnë dhe të bëhen vizion, ide dhe rrugë edhe shumë tjerëve që sot ju ndeshni çdo ditë në shkollë, në universitet, në lagje, që kur flitet për politikën rrin larg dhe preferojnë të flasin për bastin e radhës.
apo për numrin e radhës në bingon e radhës, apo për shumë çka tjetër që mund të jetë legjitime, por që nuk e zëvendëson dot boshllëkun e madh që lë çdo e re dhe çdo i ri duke i lënë bosh vendin e vet në kushtet kur vendi është në këtë gjendje dhe kur degradimi kërcënon jetën e vet. E së fundi, më lejoni ta mbyll duke ju falenderuar sinqerisht për angazhimin tuaj dhe duke ju siguruar që jo vetëm nuk do të pendoheni në fund të këtij rrugtimi të përbashkët, por përkundrazi do të jeni më të pasur. Do të jeni më të pasur në atë çka është pasuria e pasurive. Dia dhe eksperienca. Pas këtij rrugtimi, sigurisht shumë çka nga këto gjëra që unë po i them nuk do ketë nevojë të thuhet më. Dhe jam i bindur se shumë çka nga gjërat që ju do doni të thoshit, do të dini t'i thoni jo vetëm shumë më mirë, por në mënyrë shumë më bindëse. Dhe do të keni mundësinë që të shikoni tek vetja një forcë që mbase sot e ndjeni, po nuk e njihni. Forcën bindëse të vizionit dhe të ideve që ju kanë sjellë këtu në derën e Partisë Socialiste. Kur ta ushtroni duke bashkëbiseduar me të afërmit, me miqtë tuaj, cilët sot mund t'ju shohin me skepticizëm kur thoni kemi shkuar te Partia Socialiste se duam të bëjmë akademinë apo duam të angazhohemi, por pasi të bëni akademinë dhe pasi të mbaroni programin e posaçëm dhe të kalojmë së bashku këtë eksperiencë që me siguri do të jetë edhe më e bukur se ajo viti tjetër, të jeni të sigurt që nuk do e kenë të lehtë t'ju refuzojnë kur t'i merrni për dorë dhe t'i sillni Partinë Socialiste. Faleminderit.